Prishtinë. Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID po mbështet në Shqipëri programin e forcimit të drejtësisë. Një nga pjesët e këtij programi është zbatimi në gjykatat shqiptare e sistemit të regjistrimit të zërit gjatë proceseve gjyqësore. Në Gjirokastër është organizuar një ditë e hapur për publikun për të nxitur informimin e qytetarëve mbi këtë proces. Korrespondenti ynë Raymond Kola përgatiti kronikën. Prej majit të vitit të shkuar në gjykatat shqiptare ka nisur zbatimi një programi që mbështetet nga Agjencia Amerikane për Zhvillimin Ndërkombëtar USAID lidhur me regjistrimin audio të proceseve gjyqësore. Procesi ka sjellë përmirësim të transparencës në gjykata, një ekonomi në zhvillimin e gjyqeve dhe mundësi që dhe monitorimet të kenë një bazë të mirë për të kryer në raste të ankimimeve nga publiku. Por ky proces duket se njihet pak dhe në Gjirokastër janë zhvilluar aktivitete të hapura me publikun për të nxitur informimin e qytetarëve. Ervin Karamuço, ekspert ligjor pranë qendrës Altri që zbaton këtë program, thotë se regjistrimi audio i proceseve gjyqësore në mënyrë të njëkohshme gjatë procesit dhe arkivimi më pas i regjistrimeve në serverin e gjykatës po kryhet me sukses. Ka shumë impakt pozitiv, gjyqtarët dhe prokurorët ndjehen edhe ata që më të lehtësuar në kuptimin çfarë ka ndodhur vërtet në procesin gjyqësor që është zhvilluar, po ashtu kjo është një ndihmë shumë e mirë edhe për organet që hetojnë, sigurisht për inspektoratin e KLD-s ose për Ministrinë e Drejtësisë që hetojnë në raste të shkeljes procedurale ose të etikës gjatë proceseve gjyqësore, duke pasur një disk për të dëgjuar se çfarë ka ndodhur, ata janë shumë më të kompletuar në dhënien e një argumenti për masën disiplinore të gjyqtarëve, po ashtu dhe për qytetarët të cilët të e kanë si akt ose më mirë si mjet për të ankuar në një gjykatë më të lartë ose në një nga institucionet në rast se ka shkelje. Sistemi i regjistrimit audio garanton pamundësinë e ndërhyrjeve në këto regjistrime dhe e bën procesin gjyqësor mjaft transparent. Koordinatorja vendore Lindita Luzo thotë se ky proces është përhapur edhe në 151 salla gjyqi të 33 gjykatave në vend, ku përfshihen si ato të shkallës së parë, edhe të gjykatës së apelit. Një nga qëllimet e projektit JAST të USAID është shtrirja e sistemit të regjistrimit digjital audio në të gjitha gjykatat shqiptare, nismë e cila po realizohet në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Drejtësisë, Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe drejtuesit e të gjithë gjykatave në vend. Zonja Luzo thotë se ditët e hapura për publikun synojnë nxitjen e pjesëmarrjes së tij në procesin e përmirësimit të besimit tek drejtësia shqiptare, e vënë në tehun e kritikave të forta gjatë kohëve të fundit. Gjatë një aktiviteti në sallën e gjyqit të gjykatës së Gjirokastrës, studentë të Universitetit të Gjirokastrës zhvilluan një gjyq imitues duke aplikuar sistemin e regjistrimit dhe duke u ndalur sidomos në aspektet më të rëndësishme të tij. Rejoni që kujtoi zhvillimin e kësaj seance nëpërmjet regjistrimit audio si një detyrim ligjor. Ndërkohë kam dëgjuar se sot do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike. Prandaj, a nuk do të ishte më mirë që sekretari gjyqësor ta mbajë procedurën verbale kësaj seance në mënyrë manuale? Unë pa dëmtuar apo humbur asnjë deklaratë apo thënie audio. Qoftë edhe shënime të përkatëse në sistemin kompjuterik. Qytetarët e ndoqën me interes gjyqin dhe mjaft prej tyre panë nga afër një sistem regjistrimi mjaft të dobishëm, i cili mund të vihet në shërbim të publikut pas një kërkese drejtuar gjykatës. Për zërin